është kur thoshte miku im Indjej Buerlako, të kesh dy bëf, njëta mbash e njëta qash. Kështu është. More po si nuk u vjen turp njëherë. Ore turp edhe faqja zezu qoftë juve që duhet trokisni, ju që brohorisni e mallkuar, nuk e di, me jeni mallkimi vendit, e kuptoni? Ju që veni e duhet trokisni, pse thot ai që një shoku im thoshte një byth duhet ta mbash e një ta qash. Edhe u vrap zoti, o mikrobi i Shqipërisë jeni ju, të gjithë pa përjashtim ju që jeni aty. Nuk e ka justifikim të thoni jo po kemi frikë se mos na pushojnë apo ande këtej. E dëgjuat atë zonjën a Korça, që doli ishte televizioni e Radio Korçës, që më thash, e pjesë e televizionit ishte, që doli në protestë dhe tha e di shumë bukur, po dhe nëse më heqin unë jam prap me juve, jam për vendin, jam për Shqipërinë, jam për të ardhmen fëmijë. Ju që u ngjes në fyt u ngjes ajo sufllaqi që menin e gjithë kjo punë që bëni. Ajo i tregoi më katrore se ca që janë aty tek ajo aty. Aty që u thafshi ato dur që ja bëni kështu dur trokisni kur ai thot një byll do ta mbash e një ta qash. U pika që su bie, o morti që su ha, o inshallah zhdukeni.